Ariola Demiri flet për Beatrix Ramosajn si u shkatrua jeta pas Big Brotherit, reagon kjo e fundit. Aktoria Ariola Demiri ka ndarë mendimet e saj mbi pasojat që eksperjenca Big Brother ka pasur për këngëtaren Beatrix Ramosajn dhe zbuloi detaje të papritura për presionin dhe vështirësinë e saj. Ariola e ftuar në një emision ku u fol për pjesëmarrjen e saj në Big Brother, por edhe njohjen më të madhe të saj, ajo theksoi se njohjet me fansat që kanë personazhe pas daljes së Big Brother VIP shpesh janë të ndryshme dhe e përjetojnë ndryshe, teksa tha, populli pas daljes nga Big Brotheri sado që ka dashur dhe zbet dashurinë që ka për ty vetëm për faktin që të njeh mirë në të gjithë anët e tua, të mira e të errta, negative më pozitive, fillojnë të zbehin interesin për ty, duke evidentuar se fama është vetëm momentale në atë program. Ajo gjithashtu foli për influencën që ka pasur në eksperiencën në karrierën e këngëtarëve, sidomos për Fifin, teksa tha, duhet ndoshta punë, mund të ta mbaj këtë famën brapa Big Brotherit. Mendoj që Fifi ka ardhur shumë gjëra për një herë, ka qenë njoja me burrin e vet, lidhja e djalit. Teksa ndryshe tha për këngëtarin Beatrix Ramosaj që kishte përjetuar një ndikim ndryshe pas lidhjes me Donaldin në Big Brother VIP, teksa Ariola e përshkroi Beatrixin si një njeri të ndjeshëm që ka përjetuar një trysni të madhe nga publiku, teksa tha, e gjitha ajo trysni, ai presion, akuzat, komentuesit, njerëzit që e bombarduan Trixën në një mënyrë të frikshme, atë sa i kanë thyrë xhamat e makinës, kanë shkuar gomat, mendoj që deri diku ka qenë shumë e padrejtë. Teksa vazhdoi të thotë se ky agresion online ndikoi drejt për drejt te vendimi i saj për të lënë Shqipërinë për në Amerikë. Mendoj se një nga arsyet kryesore për të lënë Shqipërinë e për të ikur në Amerikë ka qenë kjo trysni e frikshme ndaj Trixës, familjes së Trixës e gjithë rrethit të saj. I gjitha kjo tregon se si njerëzit reagojnë ndaj famës dhe si ajo ndihmon në formimin e perceptimit në masë. Përfundoi ajo teksa pas kësaj interviste mesazhe të shumta i kanë shkruar Beatrixës, duke i kërkuar që edhe të reagojë publikisht për gjendjen e saj. Ajo ka reaguar thjesht duke shkruar: "Faleminderit për të gjithë komentat dhe mesazhet pozitive. Ju dua shumë." Ishte postimi i thjeshtë i Beatrixës, e cila po kërkon të hyjë në tregun muzikor në SBA.